Vijojnë pasojat e motit të keq në shumë zona të vendit ku lumet dhe prurjet e tepërta kanë shkaktuar përmbytje të shumta në Lezhë. Prej 2 ditësh është shembur argjinatura e lagunës së Vajinit në zonën e Tales. Sodu i ka vërshuar në fshatrat Mylte, Barbulloj dhe në fushën e Treshit dhe Spitenit, duke rrethuar dhe përmbytur disa banesa. Lëvizja në Ril bëhet vetëm me barka, ndërsa banorët kërkojnë ndihmë urgjente, veçanërisht ushqim për bagtit. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, tha se ekipet janë në terren për ndërtimin e argjinaturës. Situata paraqitet të rënduar dhe në Çuk të Sarandës, ku argjinatura e lumit Bystrica është qarë gjatë natës, duke shkaktuar përmbytje në tokat përreth. 5 banesa janë përmbytur, ndërsa banorët kërkojnë ndihmë dhe ushqime dhe veshje. Forcat e emergjencave kanë evakuuar dele dhe bagti të izoluara nga stallat të blegtore. Përmbytje ka edhe në zonën e Vilës dhe plantacionet e mandarinave në Konispol, ndërsa lumi Pavlo ka bllokuar rrugën nacionale. Në Vlorë, lumi Vjosa ka përmbytur 11 banesa në Novoseld dhe 3 në fshatin Fitore. Në Fier, ujërat kanë përfshirë tokat bujqësore në fshatrat përgjatë Kashinit, Çerven dhe Ferras, ndërsa puset e ujit të pishëm te stacionet e Kafarajt janë në ujë, duke rrezikuar dhe furnizimin me ujë të sigurt. Në Berat, lumi Osun ka dalë nga shtrati duke prekur pedonalen e qytetit dhe duke rrezikuar bizneset pranë saj. Ekipet e emergjencave po punojnë për largimin e ujit. Gjendja e rënduar shtrihet edhe në fshatrat e Korçës, Maliqit, Devodhit dhe Kolonjës, ku tokat dhe banesat janë përmbytur. Disa fshatra janë të izoluar dhe pa energji elektrike. Në Pogradec, poroi i Vërdovës ka dalë nga shtrati duke përmbytur banesa dhe dëmtuar infrastrukturën rrugore, kanalizime dhe rrjetin elektrik. Autoritetet lokale dhe ekipet e emergjencave po punojnë dhe po monitorojnë situatën për të siguruar ndihmën e nevojshme për banorët dhe për të mbrojtur pasuritë e tyre nga përmbytjet.